edhe vajza shqiptare, që po bëni atë që ne s'arritëm të bëjmë, ne prindrit dhe gjyshërit e juj, ju lutem të keni kujdes. Maskaret dhe liliputët do të mundohen ta interpretojnë protestën tuaj sikur është kundër zhvillimit, do dalin maskaret dhe liliputët e do përtasin ne jemi për zhvillimin të korruptumit. Ju lutem të keni shumë kujdes, mos lejoni në asnjë mënyrë maskaret si ata që janë pushtet, si këto merimangët e virusët që janë shmëndama në kënd Shqipërisë dhe jashtë shtetit shqiptar, që do mundohen thonë jemi për zhvillimin, këta janë kundër zhvillimit. Ju, edhe ne që ju përkrahim juve, nuk kemi problem me zhvillimin. Ne jemi me zhvillimin, por nuk jemi me vjedhjen e tokave. Në qoftë se do zhvillohesh e të zhvillohet Zvarneci, pazaret bohen vetëm me pronaret e ligjshme të tokës, jo me shtetin. Kush është pronari që ka shtit tokët e juja, se shteti nuk shet tokën, kanë caktuar ata një kriminal, një hajdut, atjo mas skene me tokët e juja. Kur them tokët e juja, i them gjithë popullit të solidarizuar në pushtet si kur janë pronarët e Zvarnesit. Tokët janë të tyre që e kërkojnë, që e pretendojnë, që nuk është zgjidh, edhe pa firmën e tyre ka marrë kushtere, se ka dalë kë klysh i kurvës, kë shkërdhat e gjatë, i ka thonë të janë Zvarnetsit dhe atyre. Po që së është juja, ju do merrni fetime, kush do t'ja hap fetimin e tij? Kur ta boj kushtneri apo kush pidhnone e bën ndërtimin, ç'lidhje ka ai me pronarin pastaj kur është zoti tokës, kush e ke dhënë ti më shkërdhat sot? Edhe herë vëllezër e motra të protestës, djemë dhe vajza, mos lejoni kur ta kthejnë protestën e juaj si kur jeni kundër zhvillimit, sepse ju nuk jeni kundër zhvillimit. Ju jeni kundër vjedhjes, ju jeni kundër korrupsionit, ju jeni kundër shitjes se na kanë shit çdo gjë, edhe brekët mbyllen na i shesin këto kryes kurve. E dyta, mjedisi vëllezër e motra është i rëndësishëm, por mos e kthejni kur protestën dhe mos lejoni njëri ta kthej si luftë për mjedisin, sepse mjedisi është pakujdesi, është negligjencë, por nuk është tradhti, nuk është hajdut, nuk është korrupsion, nuk është hajdutlik, nuk është korrupsion. Mos lejoni gazetarët shkërdhat, intelektualët e poshtër, njerëzit e dy partive dhe simpatizantët e tyre ta kthejnë këta që janë kundër zhvillimit. Ne jemi me zhvillimin, nuk ka të bëjë zhvillimi këtu. Vëllezër e motra, lufta nuk është për zhvillimin apo mos zhvillimin, është për vjedhjen dhe korrupsionin. Qëndroni vetëm kësaj, djemë dhe vajza, që ju jeni kundër vjedhjes së tokave tona. Kush është pronari që ka hufir mas tokave me këto që shiten kujt e shiten? Vëllezër e motra, mos e shuni protestën deri kur t'ju ashtu nonën të dy partive, edhe një herë që të kemi kujdes. Mos lejoni asnjë njeri të asnjë partie të dalë mbi krye. Ju jeni forca, ju jeni përmbysja, edhe ju jeni djemtë dhe vajzat e tona, të neve që kemi pas parti. Pra mund t'jeshti edhe nip stërnipi Berishës edhe nip stërnipi Ramës se s'do vini nga qielli. Ne e dim që prindrit e juj, ne, dajet e çeçallarët e juj, ne e dim që ne, ju kemi pjell. Ne e dim që ju duhet i keni prindrit e juj të mpleks me njënën e po tjetër në parti, sa ko që asnjë nga ato shkërdhatët të dy partive nuk janë ju, sa ko që jeni ju që jeni ngrit për përmbysjen e këtij sistemi, si kë është një sistem hajdutësh, nuk është sistem demokratik dhe nuk mund përmbyset ndryshe.
Me vota nuk merret kjo punë. Me vota o fiton njëna për këtyre dy halabakeve ose tjetra. Ju do të përmbysni. Ju duhet ngrini, do të qëndroni, edhe kush ka bo krimin atyre me laftin të shkoni me krim. Por edhe njëherë, juve duhen njerëz me eksperiencë në jetë. Ju duhen njerëz që kanë jetu më shumë në këtë botë. Por njerëz që i kanë rezistu dhe i kanë luftu qoftë dhe në heshtje të dy partitë. Jo të alën ballet e gramozruçët e shkardhatat që kanë shërbyn e shërben këtyre dy partive, si të Berishës dhe si, por ata që kanë qenë kundër dy partive gjithmonë, edhe që kanë demonstru gjatë gjithë kësaj kohe që dunë Shqipërinë, e një prej tyre që më rinë menja është Marin Mema, ato pa tjetër që duhet marrin, unë mendoj, duhet marrin frenat e asaj shka vjen në dorë. Por ju vlezër e motra, ju të jeni të sigurt që në qoftë se kërkoni që mos keni lidhje me ne maskëret e moshësime, se kanë qenë demokratë socialistë, s'do të gjeni këto, se ju djemë të vajzët e këtyre jeni. Por sa ko që i luftoni të dy këto maskarej, të dy këto parti, sa ko që ju vetë doni një ndryshim jo më të partive, se ne jemi maskarej, ne jemi gati, po qemë socialistë që të digjet shkatrohet çdo gjë shqiptare, vetëm partia socialiste të jetë pushtet, ose po qemë demokrat, të digjet dhe shkatrohet çdo gjë shqiptare, më për dhe jetë e ardhmja juve të shkatrohet vetëm që demokratët vjen pushtet. Ne jemi të poshtër, ne jemi të përfundum, vetëm neve mos na besoni. Vetëm neve që kemi pas të sera partia, por në qovë se gjeni mes nesh njështë s'kanë qenë, as njënës së tjetërës parti, pranoni, por mos pranoni kur, edhe një herë, që t'ju vend damkën se ju jeni kundër zhvillimit, se ju jeni kundër familjes Trumpit, se ju jeni kundër Izraelit, se do ketë mes ju edhe nga këto që do shprehen, do t'ju aprishin imazhin, do t'ja shkatrojnë misionin, qëndroni me atë që keni nis. Shqipëria nuk është përshitje, poshtë rataret, të shporni gjakataret, të shporni ata hajdut, të shporni ata mjaran, që kanë vjedhë çdo gjë, që janë tallë me tunele, deri në sot tunele koti, me mor palet e juet ju aqinin onën këtyre, të dy paleve. Por, të jeni të sigurt që ju nuk mund gjeni, edhe s'keni përgjatë kur, shokët e ju që të vinë protesta, që s'kan pas lidhje me njënën apo tjetrën parti, sa ko që nuk kanë qenë vetë, udhëheqës, thjesht se ka pas babën, apo nonën, apo tezën, apo halën, që për krahu njënën apo tjetrën parti, ata do jeni, se s'keni gatë vini, nuk vini nga alien, nga këto vini, por të jeni kundër këtyre dy partive, se këto dy partit janë pjell edhe qarje e partisë komuniste, partisë socialiste që janë veglat serbëve dhe grekëve dhe do jenë gjithmonë se nga këto dy partivin, edhe atyre do të shërbejnë, jo kombit, jo Shqipërisë, misionet e tyre shkatrojnë çdo gjë edhe të rinë gjithmonë pushtet. Janë krimat që duhen halen e mutit, se aty jetojnë si mretë, se krima muti janë. E duhet i shporni, vlezër e motra, a ka mes nesh që gëzohen që nuk e dun Shqipërinë, pa tjetër që ka, por ju do t'ja tregoni vendin se nuk e dun juve të vind pushtet. Ato dun gjullërdin, ato dun ndalimin e zhvillimit, ne jemi për ndalimin e zhvillimit, por do të ndalojmë çdo lloj zhvillimi që është vjell kombit ton me njerëzit në pushtet. Do të edhe zhvillimit bëhet i pasër, në qoftë se do të bëhet në Zvernec, pronaret e tokave, edhe pretenduesit edhe ata që janë të vetmit që hedhin firmën, që janë pronaret e tokave, jo sa Karagjozet, sa Gjakataret, sa Lengaraj, si Edi Rama, a kush janë të fshehur atje në për kontrata. Ngrihuni dhe qiuani nonën të dy atyre që mbrojnë sistemin, të dy partive, edhe uroj se ju duhen njerëz që kanë demonstru që dunë Shqipërinë. Uroj që në qofë se do keni përmbysje, uroj që të keni Marin Memën,
Unë nuk njeh njëri tjetër, jo se s'ka Shqipëria, po s'ka njëri kombi shqiptar që ka demonstruar më shumë se sa Marin Mema atë që doni ju të çoni përpara, dashurinë për dheun, pastërtinë edhe dinjitetin e krenarin. Ju